نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun të vetëm e falënderojmë dhe vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. I lutemi atij që ta na ruaj ne nga sherri i vetëve dhe nga keqijat e punëve tona. Atë që Allahu udhëzon në rrugë të drejtë, nuk ka kush ta humbas prej saj. Dhe atë që Allahu e humbet prej kësaj rruge, nuk ka kush që ta udhëzojë atë. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut një të vetëm e të pashok, dhe gjithashtu dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Pa dyshim që fjala më e bukur dhe më e drejtë është fjala Allahut subhanahu wa taala. Udhëzimi më i mirë edhe më i drejtë është udhëzimi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Punët më të keqia janë ato të shpikurat, dhe çdo shpikje në fenë e Zotit konsiderohet bidat, risi, dhe çdo bidat është humbje, dhe çdo humbje e ka vendin në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj të gjithëve prej tij. Vëllezër të dashur, takoni dhe sonte në këtë natë të begatshme inshallahu taala në dhomën tonë ligjërata selefie e serie me një mësim tjetër për të vazhduar atë vazhdim mësimësh që ju premtuam e që ne filluam para një jave në temën për disa gjëra që ndodhin apo për ngjarjet që ndodhin në ditën e gjykimit apo pas vdekjes së njeriu. E filluam para një jave me ngjarjet që ndodhin me personin me njeriu, pra në varr, gjatë vdekjes së tij, pas vdekjes, në jetën e varrit, me dënimin dhe mirësinë e tij. Ku siç ju kujtohet, përmendëm dhe hadithin e gjatë të Bara ibn Azib, sahabiu të nderuar, shokut të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në të cilin përshkruhej me një mësi shumë të madhe se çfarë do ndodhte me qoftë me besimtarin apo qoftë me jo besimtarin pas vdekjes së tij në varr. Dhe sonte inshallah taala do vazhdojmë me ngjarjet e tjera që ndodhin po në jetën e varrit. Një çështje që ndodh apo një ngjarje që ndodh është edhe fakti se engjëjt, melajket e Allahut subhanahu wa taala i marrin erë apo nuhasin shpirtin e besimtarit. I marrin erë shpirtit e besimtarit nga që ai ka një aromë shumë të këndshme. Së dyti, besimtarët që kanë vdekur pa më para gëzohen shumë me pritjen e shpirtit të ri të besimtarit që vdiq pra tani, më tepër se sa gëzohet familja e njeriu që ka qenë larg tyre kur ai kthehet. Subhanallah. Pra besimtarët që kanë vdekur përpara në kohët më pashme gëzohen me këtë shpirt të ri të këtij besimtari që vdiq, më tepër se sa gëzohet familja apo të afërm e një personi i cili ka qenë larg në udhtim apo diku në një vend, dhe ku kthehet, pra gëzohen më tepër se sa që gëzohet familja e tij me këtë person. Gjithashtu, tek shpirtrat e besimtarëve qetësohet edhe shpirti i këtij besimtari të ri nga ankthi, nga brengat dhe mërzitjet e vuajtjet e dunjas. Ebu Huraira, sahabiu nderuar, radhiyallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, transmeton në përcjell nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe lavdrimet e bekimet e Allahut qofshin me të, sa i ka thënë: kur vdes besimtari, atij i vijnë engjëjt me lajket e mëshirës me një copë të bardhë mëndashi dhe i thonë: dil për në mëshirën e Allahut, e i del shpirtit si aroma më e mirë e miskut,
sa që ëngjëjt e mbajnë shpirtin e tij duke ia dhënë njëri tjetrit, pra duke ia përcjellë dorë më dorë njëri tjetrit e duke nuhatur aromën e tij, derisa arrin tek dera e qiellit. Ata thonë, pra banorët e qiellit, me lajket, thonë, çfarë është kjo aromë e këndshme që vjen nga toka? Pra pyesin, dhe nuk ka qiell në të cilin gjiten veç se ëngjëjt thonë të njëjtat fjalë, derisa të mërrin tek shpirtat e besimtarëve, pra besimtarët që kanë vdekur më parë, që gëzohen me të, më tepër se sa gëzohen të afërmit e njeriu që ka qenë larg me kthimin e tij pranë tyre. Ata e pyesin, pra e pyesin të shpirtit e besimtarit. Çfarë ka bërë filani? Pra pyesin, duan të dinë për lajmet, për gjëra që ndodhin në tokë pas vdekjes së tyre. Dhe pyesin çfarë ka bërë filani? Ëngjëjt u thonë, lërini të qetësohet, sepse ai ka qenë në antin dhe brengat e dynjas. Ai besimtari përgjigjet, ai ka vdekur. Thonë për një person që nuk ka qenë njëri i mirë, ai ka vdekur. A nuk ju ka ardhur këtu? Kurse ata përgjigjen e thonë, e kanë shpënd, pra e kanë quar në vendbanimin e tij në hauje, në humnerën e pafund të xhehenemit. Allahu na ruaj. Dërsa nga ana tjetër, pra vazhdon hadithi, dërsa jo besimtarit, Allahu na ruaj, i vinë me lajket e dënimit me një rrobë prej leshit të ashpër dhe i thonë, dil për në dënimin e Allahut. Pra e kundërta e besimtarit. Besimtarët i thanë dil për mëshirën e Allahut, kurse qafirit, jo besimtarit, i thonë dil për në dënimin e Allahut. Dhe shpirti i tij del si era më e nevoritshme e softinës, e ngordhësirës, dhe pastaj e marrin atë ëngjëjt dhe e çojnë tek porta e tokës. Hadithi është i nxjerrë tek Ibn Hibani në Sahihun e vet, dhe gjithashtu një hadith i ngjashëm të është nxjerrë nga Ibn Majah me sened, pra nxjerrë transmetimit të saktë. Gjithashtu njeriu i paraqitet pra në varr vazhdimisht vendi i tij në xhenet apo në zjarr gjatë qëndrimit të tij pra në këtë varr. Pra që nga vendosja e njeriu pra në varr, atij do t'i paraqitet vazhdimisht vendi që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala për të në xhenet apo në zjarr. Allahu i lartë madhruar thot në librin e tij famlar, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyyan wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab." Pra thot Allahu subhanahu wa taala, përballë zjarrit ata do të sillen në mëngjes dhe mbrëmje, dhe ditën e Kiametit do të thuhet engjëve pra me lajkeve, futeni popullin e faraonit në ndëshkimin më të rreth. Allahu na ruaj. Gjithashtu sahabiu nderuar Ibn Umar radhiyallahu anhuma, Allahu qoftë i kënaqur me dy ata, pra me Umerin dhe djalin e tij Ibn Umar, transmeton nga i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam se ai ka thënë, ku vdes ndonjëri nga ju, atij do t'i paraqitet vendi i tij mëngjes e mbrëmje, pra xheneti nëse është nga banorët e xhenetit dhe zjarri nëse është nga banorët e tij. I thuhet këtij pra, këtij personi, ky është vendbanimi yt derisa të ringjallë Allahu për të pra që të futesh në të ditën e Kiametit. Hadithi është transmetuar tek Buhariu, gjithashtu edhe tek Muslimi. Gjithashtu kafshët e dëgjojnë zërat e atyre që dënohen në varret e tyre. Kafshët i dëgjojnë zërat, bërtitjet apo ulurimat e atyre personave që dënohen në varret e tyre. Ibn Mas'udi radhiyallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmeton se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vërtet që të vdekurit dënohen në varret e tyre, saqë dhe kafshët i dëgjojnë zërat e tyre. Pra dhe kafshët i dëgjojnë zërat e këtyre personave që dënohen në varr, me përshtim të gjindëve dhe të njerëzve siç ka ardhur në hadithet e tjera. Po kështu, themi se varri është banesa e parë nga vendbanimet e botës tjetër. Pra varri është banesa e parë nga vendbanimet e botës tjetër. Hani, robi Uthman ibn Affanit, shërbëtori i tij pra radhiyallahu anhu ka thënë, sa herë që Uthmani radhiyallahu anhu qëndronte tek në një varr, qante derisa i lage njekra. Shikoni pra vëllezër. Këto kanë qenë burra, këto kanë qenë
sahabët e dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, që ku kujtonin vdekjen, ku kujtonin se do të ditin në dini për Allah subhanahu wa taala, nuk duronin dot dhe qanin nga frika e tij subhanahu wa taala. Pra, se heqi Osmani radiallahu anhu qëndronte tek në një vend, qante derisa i lagë njeka. Një herë u pyet, pra e pyetën Osmani radiallahu anhu. E kujton xhenetin dhe zjarrin e nuk qan. Ndërsa ku kujton varrin qan, pra u çuditën ato, shokët e tij. Ku e kujton xhenetin dhe zjarrin, xhehenemin, Allah na ruaj prej tij, i thanë që nuk qan. Ndërsa ku kujton varrin, ti qan. Pse pa këtë gjë? Ai tha, Allahu qoftë kënaqur për ti. Vërtet, unë kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam të thotë, varri është vendqëndrimi i parë i botës tjetër. Nëse robi shpëton për ti, atëherë gjithçka pas ti do të jetë më e lehtë se ai. Ndërsa nëse nuk shpëton për ti, nëse nuk shpëton për varrit, Allahu na ruaj nga kjo gjë, gjithçka pas ti do të jetë më e vështirë. Vazhdon Osmani radiallahu anhu dhe thotë, kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, paqja dhe lavdrimet e Allahut qofshin me të, thotë, nuk kam parë ndonjë pamje, vetë se varri është më i lemërishëm, më i fikshëm, më i tmerrshëm se sa ajo pamje. Pra nuk kam parë ndonjë pamje, vetë se varri është më i fikshëm e më i tmerrshëm se sa ajo pamje. Allahu na ruaj vëllezër, dhe na i forcojë zemrat tona nga ajo frikë atë ditë, dhe na i bës zemrat tona të buta që të qajnë nga frika e Allahut kur të dëgjojnë këto argumente, dhe na i zbut të zemra. Gjithashtu, dënimin e varrit nuk mund ta dëgjojnë të gjallët. Dënimin e varrit që kanë dëgjonin kafshët, ndërsa të gjallët, njerëzit të gjallë nuk mund ta dëgjojnë. Enesi radiallahu anhu, shoku profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ka transmetuar se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nëse duke të vdisnit dhe të varroseshit, do t'i lutesha Allahut që t'u amundson të dëgjonit nga dënimi i varrit, pra t'u amundson të dëgjonit dënimin që në pësojnë njerëzit që dënohen në varr. Pra, që t'u amundson të dëgjonit nga dënimi i varrit, ashtu sikur se unë e dëgjoj. Kjo është argument pra hadithi se njerëzit nuk e dëgjojnë dot dënimin e varrit. Gjithashtu, një çështje tjetër është dhe ngrënia nga pemet e xhenetit përpara ditës së Kiametit, përpara ditës së gjykimit. Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, ka thënë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vërtet që shpirtrat e dëshmorëve, e shahidëve, ndodhen në gushat e disa zogjve të gjelbërt, duke ngrënë nga frutat e xhenetit apo pemet e xhenetit, një transmetim. Allahu na bëf për këtyre vëllezër. Pra, personat që bien dëshmor në rrugën e Allahut, përpara ringjalljes do të jenë përsëri në mirësi. Do të ndodhen shpirtrat e këtyre personave në gushat e disa zogjve të gjelbërt, duke ngrënë në frutat e xhenetit. Allahu Akbar, apo në pemet e xhenetit. Nga ana tjetër, shpirti i besimtarit është i lidhur, pra është i varur me borxhin e tij. Shpirti i besimtarit është i lidhur me borxhin e tij. Ebu Huraira radhiyallahu anhu thotë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, shpirti i besimtarit qëndron i lidhur me borxhin e tij derisa të shlyhet. Ky hadith, vëllezër dashur, na kujton edhe na rikujton edhe një herë për lidhje me borxhin që mund të ketë njeriu në këtë jetë, që të shpejtojë t'i lajë sa më parë, edhe nëse nuk mundet vëllezërit apo të afërmit, të shpejtojnë t'ia lajë, t'ia shlyen sa më parë të borxhe, që në mënyrë që të mos qëndrojë shpirti i këtij besimtari i lidhur me borxhin e tij, të jetë peng pra i borxhit të tij. Po kështu, një mirësi tjetër për besimtarin është edhe fakti që banorët e qiellit luten për robin besimtar. Lutëm pra për robin besimtar tek Allahu subhanahu wa taala. Ebu Huraira radhiyallahu anhu thotë, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ku i del shpirti besimtarit, dy engjëj e mbartin atë
dhe ngjiten për një qiell. Dhe këtu përmendi pa në hadith aromën e këndshme të shpirti dhe miskun që i vjen pi shpirti. Dhe thonë banorët e qiellit, një shpirt i mirë ka ardhur nga toka, bekimet e lavdrimet e Allahut qofshin me ty dhe trupi në të cilin qëndroje. Shpirti pastaj qohet tek Allahu i lartëmadhëruar, që më pas thotë, merreni e niseni me të deri në fund të afatit, pra derisa të vitit e kiametit. Dërsa kur del nga ana e kundërt shpirti jo besimtarit, Allahu na ruaj, dhe në hadith përmendet era e keqe dhe nevritshme e shpirti dhe mallkimi që i bëhet. Pra, në rastin e parë, banorët e qiellit luten për shpirtin e këtij robi besimtar. Në të kundërt për jo besimtarin, ata e mallkojnë këtë jo besimtar. Dhe thonë ta banorët e qiellit, një shpirt i keq na ka ardhur nga toka. Pastaj thuhet, merreni, pra Allahu subhanahu wa taala thotë, merreni e niseni me të deri në fund të afatit, pra deri në ditën e kiametit. Po kështu një mirësi tjetër besimtari që Allahu na bëf për atyre është se ati ndriçohet varri. Ati ndriçohet varri. Gjithashtu besimtari fle në varrin e tij. Po kështu besimtari apo i vdekuri besimtar përmallohet për të përgëzuar të afërmit e tij. Përmallohet pra ka dëshirë shumë të madhe që të shkojë që i përgëzojë të afërmit e tij për mirësinë që ka gjetur nga Allahu subhanahu wa taala në varr. Ebu Huraira radhiyallahu anhu transmeton nga i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam se ai ka thënë: kur të varroset i vdekuri apo ndonjëri nga ju, që është transmetim tjetër, atij i vijnë dy engjëj të zinj dhe blu, ka të dy me këto ngjyra. Njëri nga ata quhet Munker, ndërsa tjetri Nakir. Ata i thonë të vdekurit: çfarë thoi për njeri, pra për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam? Ai thotë: them atë që ai thoshte për veten e vet, robi i Allahut dhe i dërguari i tij. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij. Ata i thonë, pra me lajket i thonë atij: e dinin që ti ishi i sinqert në thënjën tënde, pra e dinin që ti e thoje këtë fjalë. Edhe më parë, pastaj faktuash argumentin hadith, pastaj ati i zgjerohet varri 70 kut me 70, i ndriçohet dhe i thuhet: fli. Ai thotë: më lejoni pra të kthehen tek familja ime t'i lajmëroj. Pra ka shumë dëshirë të madhe që të shkojë tek familja e tij dhe t'i lajmëroj për këtë mirësi që Allahu subhanahu wa taala ka përgatitur për të. Pra më lejoni të kthehen tek familja ime t'i lajmëroj. Kurse dy engjëjt i thonë: fli, sikurse fle dhëndri, të cilin nuk e zgjon vetë njeriu më i dashur tek ai, derisa të ringjallë Allahu nga i vend ku është trirë. Pra derisa të ringjallë Allahu subhanahu wa taala nga i vend, ai do të flerë në një gjumë shumë të këndshëm, sikurse e përshkruan në hadithi profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sikurse dhëndri. Nëse nga ana tjetër, nëse personi që ka vdekur, pra nëse është hipokrit, munafik, dy fytyrësh, do të thotë: dëgjoja njerëzit që thonin një fjalë dhe unë thoja atë që ata thonin. Nuk e di. Pa nuk i mundsohet që ta njoh se kush është ky person që është dërguar tek njerëzit, pra profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Nuk i mundsohet përgjigja e pyetjeve. Dy engjëjt i thonë: e dinin që ti i thoje këtë fjalë. Pra i thoje këtë fjalë edhe në jetën e dynjas. I thuhet tokës. Allahu na ruaj. I thuhet tokës pra për munafikun, hipokritin, shtrëngoj atë. Shtrëngoj atë, dhe pastaj ajo e shtrëngon atë aq sa i ngjiten brinjët njëra me tjetrën, dhe ai do të vazhdojë të dënohet derisa të ringjallë Allah nga ai vend. Allahu na ruaj. Ç'është ky dënim vëlla? Ç'është ky dënim? Allahu na ruaj nga kjo gjë. Pra, le të përkujtojmë njëri tjetrin, sepse kemi kohë sa pa na ardhur me leku i vdekjes. Gjithashtu, një përgëzim tjetër për besimtarin është dhe fjala e të vdekurit në varr me linjë të falën. Për këtë kemi argument hadithin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, transmetuar nga Xhabiri radhiyallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur për tij, se ai ka thënë, pra i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam: kur të futet i vdekuri në varr, i shëmbëllehet dielli duke perënduar. Pra i bëhet sikur është dielli duke perënduar në perëndimin e sipër. Dhe ai ulet, pra personi
ulet dhe pas i përkon syt, thot, më lini të falem. Subhanallah. Ai që dashur ka pasur namazin e këtë dynja, sa që edhe atje në varr, kërkon që të falet. Si falet kujt? Zotit të gjithësisë, Allahu subhanahu wa taala. Allahu na bëf për tyre. Gjithashtu themi se përgjigja që robi besimtar u bën pyetjeve të melekëve në varr nuk është gjë tjetër veç se udhëzim nga Allahu subhanahu wa taala. Nëse Allahu subhanahu wa taala nuk ja mundson si personi që ai të përgjigjet pyetjeve, ai nuk do t'i mund të përgjigjë atyre. Pra është udhëzim nga Allahu subhanahu wa taala. Po kështu duhet që mësuar një fakt se robi, pra qoftë besimtar apo jo besimtar, nuk pyetet në varr për gjërat e tjera përveç adhurimit dhe fesë. Pra nuk do pyetet për gjërat dynjas. Por se pyetet me pyetje që kanë të bëjnë me adhurimin që i ka bërë Allahu subhanahu wa taala dhe fenë islame me cilën Allah subhanahu wa ta'ala ka dërguar të gjithë profetët dhe deri tek profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai ka zbatuar atë apo jo? Për këtë kemi argument hadithin e Anas ibn Malik radhiyallahu anhu i thot: I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: vërtet kur besimtari vendoset në varrin e tij, i vjen një angjëll, një melek dhe i thot: çfarë adhuroje? Për kë adhuroje? Allahu e udhëzon dhe ai përgjigjet. Për argument që Allahu subhanahu wa taala është ai që e udhëzon robën për të përgjigjur. Allahu e udhëzon dhe ai përgjigjet. Adhuroje Allahun. I thuhet: çfarë thoje për këtë burr? Pra për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai thot: ai është robi i Allahut i dërguar i tij. Pas kësaj, pardon hadithi, pas kësaj nuk pyetet për gjë tjetër veç saj. Pastaj merret dhe dërgohet tek vendbanimi i tij në zjarr. I thuhet: kjo do të ishte banesa jote. Kjo do të ishte banesa jote, por Allahu të ruaj ti dhe të mëshiroj dhe ta zëvendësoj atë me një shtëpi në xhennet. Ai pastaj thot: më lini të shkoj, është i përmalluar, më lini të shkoj e të përgëzoj familjen time, pra për këtë mirësi që Allahu subhanahu wa taala ka dhënë atij, duke shpëtuar nga zjarri i xhehenemit, duke e lënë vendin bosh për të tjerë, për atë që do rinë në xhehenem, për fatikët të prishur apo për jo besimtarë. Më lini të shkoj të përgëzoj familjen time, se Allahu më mëshiroj, më ruajti, nuk më futi në xhehenem. Dhe pastaj me lajket i thonë atij: qetësohu. Se do kesh kohë, qetësohu. Dhe nga ana tjetër, vazhdon hadithi, dhe kur jo besimtari qafiri pas të vendoset në varrin e tij, i vjen një melek, i vjen një angjëll dhe i qorton shumë vrarë dhe i thotë: çfarë adhuroje? Ai përgjigjet: nuk e di. I thuhet: as nuk e dite, as nuk e mësove dhe as nuk e lexove. I thuhet: çfarë thoje për këtë burr? Pra për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai thot: unë thoja atë që dhe njerëzit thonin. Pra përsërisja atë që dhe njerëzit thonin. Angjëlli, meleku pastaj e godet me një tekiq, me një çekan të hekuj në mjet dy veshëve të tij, dhe ai ulërin me një klizm që e dëgjojnë të gjithë krijesat, përveç njerëzve dhe gjinëve. Allahu na ruaj vëllezër nga ky dënim. Allahu na ruaj dhe na bëj për besimtarë. Një fakt tjetër është dhe pamundësia e të vdekurve për të dëgjuar atë çfarë ndodh mbi tokë. Pra të vdekurit nuk kanë mundësi të dëgjojnë atë që ndodh nga njerëzit mbi tokë. Gjithka që ndodh mbi tokë, ato pas vdekjes së tyre i është ndërprer çdo mundësi për të dëgjuar të gjëra. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: fa innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u as-summa ad-du'a idha wallaw mudbirin. Do thot kështu ti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, sigurisht që nuk mund t'i bësh të vdekurit të dëgjojnë, as nuk mund t'i bësh të shurdhërit të dëgjojnë thirrjen, kur ata kthejnë shpinën duke ikur. Një përjashtim nga kjo gjë është fakti se të vdekurit e jo besimtarëve në luftën e Bedrit të hedhën në një pus atë ditë, të hedhën një pus të vjetër, e kam dëgjuar fjalën e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam
kur ai I ka thirrur ata, por se nuk kanë pasur mundësi dhe nuk do kenë mundësi, nuk kanë mundësi për të përgjigjur këto fjalë. Ibn Umayr radhiyallahu anhu thot, I dërguar I Allahut sallallahu alaihi wasallam atë ditë pra në luftën e Bedrit, hodhi vështrimin tek jo besimtarët e vdekur, të vranë në Bedër, hedhën një pusë të vjetër dhe I tha, a e gjetët të vërtet atë që ju kishte premtuar Zoti juaj? Pra premtimi që ju kishte bërë Zoti juaj, a e gjetët vërtet? E pyetën profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pra shokët e tij, apo u thërrët të vdekurve? Pra e pyetën me çudi, se të vdekurve nuk dëgjojnë dot. Apo u thërrët të vdekurve? Ai tha, ju nuk dëgjoni më mirë se ata, por ata nuk përgjigjen dot. Pra ata dëgjojnë, por se nuk kanë mundësi të përgjigjen. Kjo me të vërtet është diçka e veçantë, çka thonë dietarët e Sunetit, është diçka e veçantë për ata persona në atë kohë. Pra është një rast I veçantë vetëm për ata persona, nuk përsëritet për të tjerë. Ndërsa të thuhet në mënyrë absolute që të vdekurit dëgjojnë çfarë do pra në botën e jashtë në dynja, kjo është e pamundur. Sepse sikur përmendëm më lart një pikë më sipër, është fakti se të vdekurit nuk dëgjojnë dot. Po kështu, një fakt tjetër është në formallimi I sahabëve radhiyallahu anhum, të cilët ranë dëshmor, ranë shahid në rrugën e Allahut për të lajmëruar vëllezërit e tyre të gjallë për ndërimin e përgatitur për shahidet nga Allahu subhanahu wa taala. Ibn Abbas radhiyallahu anhu thot, dhe gjitha këto hadithe janë të sakta, por me që nuk I përmendëm saktimin e tyre, por se ta dinë që janë të sakta të gjitha inshallah taala. Ibn Abbas radhiyallahu anhu thot, I dërguar Allah sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kur u vranë vëllezërit tuaj në Uhud, për u vranë disa nga sahabët në luftën e Uhudit, Allahu subhanahu wa taala I vuri shpirtat e tyre në gushat e disa zojve të gjelbër, që fluturojnë mbi lumet e xhenetit, hanë nga frutat e tij dhe qëndrojnë tek disa kandila ndryshues për floriri të varura në hijen e arshit. Kur e pan këta pra mirësinë që kishin në të ngrënë, në të pirë dhe në të folur të tyre, thanë, kush I lajmëron vëllezërit tanë për ne, se ne jemi të gjallë e duke u shyrë në xhenet, që të mos e lënë, mos të nënveton gjihadin e të mos zbrasën në luftë. Allahu subhanahu wa taala tha, unë I lajmëroj ata për ju. Allahu subhanahu wa taala e mori për sipër si lajmëronte shokët e tyre për mirësinë që Allahu subhanahu wa taala u kishte përgatitur këtyre dëshmorëve në xhenetet e tij. Një temë tjetër vëllezër është edhe mbrojtja që I bëjnë besimtarit punët e tij të mira në varr. Pra mbrojtja që Allahu subhanahu wa taala ja mundson besimtarit për shkak të punëve të tij të mira që ai ka bërë në dynja dhe e mbron atë pra në varrin e tij. Abu Huraira radhiyallahu anhu, Allahu qoftë I kënaqur për tij, përcjell nga I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam se ka thënë, vërtet kur I vdekur I vendoset në varr, ai dëgjon kërcitjen e këpucëve të njerëzve kur ata ikin e I kthejnë shpinën. Kur ata ikin e kthejnë shpinën. Gjithsekush do ta provojë këtë moment vëllezër. Gjithsekush do ta provojë, sepse askush nuk mund të jetojë përgjithmonë. Gjithsekush do të vdesë dhe të ringjallet nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe ta kujtojmë këtë moment kur edhe më të dashurit, qoftë nëna, babai, motra, vëllai, në këtë jetë të kanë dashur, por se në atë moment me ty në varë nuk futen dot. Në atë moment kur të mendosësh në varrin e frikshëm, për kujtoj atë moment vëlla. Kur në atë moment kur të mendosësh në varrin e frikshëm, nuk do të futen dot me ty atje, por se të të ikin edhe të kthejnë shpinën. Allahu na forcof në ato momente. Pra, si thotë dërguari Allah sallallahu alaihi wasallam, I vdekuri, vërtet kur I vdekuri vendosen në varr, ai dëgjon kërcitjen e këpucëve të njerëzve kur ata ikin e I kthejnë shpinën. Nëse është besimtar, namazi I tij qëndron tek koka. Pra namazi që ka falur në dynja I qëndron tek koka. Agjërimi në të djathtë të tij I qëndron pra nga ana djathtë.
zekati që ka dhënë në të majë dhe veprat e tjera të mira, si sadakaja, lëmosha, namazi tjetër, nafile për shembull, vullnetar, bamirësia me njerëzve, që ka bërë mirë njerëzve, i qëndrojnë të këmbët e tij. Se qëndrojnë, që ta ruajnë këtë. I shkohet nga koka, por namazi çfarë thotë? Nuk ka hyrje nga anime. Pra, unë nuk lejoj njëri që të hyj dhe t'i bëj keq këtij personi nga ana që mund ta nga koka. Më pas i shkohet si robit besimtar nga djasta e tij, por agjërimi thotë, nuk ka hyrje nga ana ime. Pra unë nuk lejoj që ati t'i bëhet keq. Pastaj i shkohet nga ana e majt e tij dhe zekati thotë, nga ana ime nuk kalohet. Shiroje, qëndron aty duke ruajtur personin. Duke të ruajtur ty vëlla, nëse jemi ato persona, duke na ruajtur ne të gjithë, Allahu na bëf prej tyre. Pa lutim Allahun që të na mundsojë të shtojmë të veprat mira në këtë dynjë, në mënyrë që ditën e gjykimit, në mënyrë që në jetën e varrit të mos jemi të papërgatitur. Më pas i shkohet nga këmbët e tij, po veprat e tij të mira, prej lëmoshës, namazit, bamirësisë të njerëzve, thonë nga ana jonë nuk ka hyrje. Pra aktej nuk kalohet. I thuhet atij, i thuhet si personi nga me lajket, ulu, dhe i ulet, dhe ndërkohë atij i shëmbëllehet dielli gati në të perënduar, pra i duket sikur po perëndon dielli. I thuhet si personi, a ke parë se njëri që ka qenë tek ju? Pra për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Çfarë thua për të? Çfarë dëshmon për të? Pra i bën të tre pyetje. Ai thotë, pra duke parë momentin që duket sikur perëndon dielli, çfarë thotë? E ka marrë malli për namazin, thotë lërmën i të falem. Angjëli thonë, do ta bësh atë, do ta bësh atë. Por më parë pra në lajmëro për këtë që po të pyesim. Pra në përgjigj pyetjeve që po të bëjmë. Dhe përse e pyesim një ta pyetje. A e ke parë se njëri që ka qenë tek ju? Çfarë thua për të? Çfarë dëshmon për të? Pa çfarë dëshmon për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam? Dhe ai përgjigjet. Ai është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dëshmoj se ai është i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe sa i erdhi me të vërtetën nga Allahu. I thuhet si personi, si robi besimtar. Në këtë besim ishe ku jetoje, pra me këtë fjalë të fe. Në të vdikje dhe në atë gjendje do ringjallesh insha Allahu Taala, me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj vëllezër atij hapet një derë nga dyert e xhenetit dhe i thuhet, ky është vendi yt në të, pra në xhenet, dhe atë ajo që ka përgatitur Allahu për ty në të. Ndaj, pra ku besimtari shikon këtë mirësi, shikon vendin e tij në xhenet dhe mirësi që Allahu subhanahu wa taala ka përgatitur për të, mbushet këtë në lumturi dhe gëzim. Pastaj i hapet një derë nga dyert e zjarrit e xhehenemit, Allahu na ruaj, dhe i thuhet atij, ky do të ishte vendi yt në të, pra ky do të ishte vendi yt në zjarrin e xhehenemit, dhe ajo që kishte përgatitur Allahu për ty, nëse do të kishe kundërshtuar urdhët e tij. Pra Allahu subhanahu wa taala e largoi nga ky vend, sepse ai u tregua i dinën e Allahut subhanahu wa taala dhe nuk kundërshtoi urdhët e tij. Ndaj, kur robi besimtar e ngjon këtë fjalë, i shtohet lumturia dhe gëzimi. Pastaj i zgjerohet varri i tij 17 kurt, i ndriçohet me dritë dhe i kthehet trupi sikur se kishte në fillim. I vendoset shpirti i tij tek një zog që ushqehet me pemët e xhenetit. Për këtë, pra vazhdon hadithi fjala e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për këtë është fjala e Allahut subhanahu wa taala, yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati ad-dunya wa fil akhirah. Allahu na bëf për këtyre. Pa që thotë Allahu subhanahu wa taala, thotë Allahu do t'i përforcojë ata që kanë besuar në fjalën e qëndrueshme, pa në shahadetin, dëshminë se nuk ka të adhuruar me drejt përveç Allahut një vetëm e pashok. Pra Allahu do t'i përforcojë ata që kanë besuar në fjalën e qëndrueshme në jetën e dynjas, për këtë jetë dhe në botën tjetër. Ndërsa vëllezër në të kundërt, jo besimtarit, vazhdon hadithin profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i shkohet nga koka e tij dhe aty nuk ka asgjë. Pse? Ka asgjë se ai punë mirë nuk ka. Namazin nuk e ka bërë.
agjërimin se ka agjëruar, zakatin se ka dhënë, apo vepra të tjera që përmendën që ishin buroj për besimtarin, ai si ka të gjëra. Prandaj i shkohet nga koka e tij dhe nuk gjen aty asgjë. I shkohet nga djatha, përsëri nuk ka asgjë. I shkohet nga ana e majt dhe përsëri nuk gjen asgjë. Pastaj i shkohet nga këmbët, por nuk gjen përsëri asgjë. I thuhet nga me lajket pra. Ulu, dhe ai ulet, ose si ulet vëllezër, ulet i tmerruar, i friksuar nga kjo pamje, dhe i thuhet, a ke parë të njëri që ka qenë tek ju? Pra, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, çfarë thua për të? Çfarë dëshmon për të? Ai thot, cili njëri? Pse? Sepse nuk udhëzohet për të thënë emrin e tij. Pra në hadith të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk udhëzohet për ky person, Allah nuk udhëzon që ta thotë emrin e tij. Dhe nuk udhëzohet për të thënë emrin e tij, e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Angjël, me lajket i thonë, ai është Muhammedi. Ai thot, nuk e di, kam dëgjuar njerëzit të thonë disa fjalë ndaj toja atë që thonin njerëzit. Pa nuk e dinte, thjesht që dëgjuar njerëzit që thonë këtë fjalë, dhe Allah subhanahu nuk e mundson që në botën tjetër, pra në jetën e varrit, ai ta thotë të vërtetën. I thuhet atij, në këtë gjendje ishe kur jetoje, pra ku ishe në jetën e dunjas, në të vdiqe dhe po në këtë gjendje do ringjallesh, insha Allah, me lejen e Allahut, ndash Allahu i lartësuar. Pastaj vëllezër i hapet një derë nga dyert e zjarrit, nga dyert e xhehenemit, Allahu na ruaj prej tij. Dhe i thuhet, ky është vendi yt në zjarr. Ky është vendi yt në zjarr, dhe ajo çfarë ka përgatitur në të Allahu për ty. Allahu mos na bëj prej tyre vëllezër. Allahu na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Ndaj, kur ai dëgjon këtë fjalë, bushet plot me pikëllim e vrerë. Bushet plot me pikëllim e hidhërim për këtë gjë. Kur e sheh vendbanimin e tij për hershëm në xhehenem, në zjarrin që ka përgatitur Allahu subhanahu wa taala, në zjarrin që ka përgatitur për të dhe për shokët e tij, Allahu na ruaj. Pra mbushet plot me pikëllim e me vrerë. Pastaj, për të ushtuar për më tepër pikëllimi, pastaj vazhdon hadithi, i hapet një derë nga dyert e xhenetit. Dhe i thuhet, ky do të ishte vendi yt në të, dhe ajo që kishte përgatitur për ty Allahu në të, pra në xhenet, nëse do t'i ishe bindur atij. Dhe këtu në këtë moment atij i shtohet pikëllimi e vrerit. Pse? I shtohet pasi në atë të parë pa vendin e tij që do ishte përgjithmonë në zjarr. Dhe pastaj pra pa vendin në xhenet që Allahu kishte përgatitur për të, nëse ky do të kishte bërë vepra të mira. Dhe për këtë i shtohet hidhrimi e pikëllimi. Më pas i ngushtohet varri aq sa i ngjitet mbrinjet njëra me tjetrën. Ajo është, për vazhdon hadithi profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, fjala e tij, ajo është jetesa e vështirë, maishatun banka, për cilën Allahu subhanahu wa taala thot në librin e tij famlar, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma. Pa çfarë thot Allahu subhanahu wa taala, dhe kushdo që i kthen shpinën mesazhit tim, pra pesë Allahu subhanahu wa taala dërguar e tij gjithçka, pesë Islami që ka dërguar Allahu subhanahu wa taala, dhe kushdo që i kthen shpinën mesazhit tim, padyshim që për të do të ketë jetë të vështirë e do të ringjallë me të verbër ditën e gjykimit. Allahu na ruaj. Në një transmetim tjetër thuhet, sillet njeriu në varrin e tij dhe kur i shkohet nga ana e kokës e mbron atë leximin e tij Kur'anit, pra për besimtarët. Dhe u kthyer nga qëllimi i hadithit. Pra kur i shkohet nga ana e kokës e mbron atë leximin e tij Kur'anit, Kur'ani që ka pasur duar të dunjas. Kur i shkohet nga ana e duarve e mbron atë në mosha, sadakaja, dhe kur i shkohet nga ana e këmbëve e mbron atë të eturit për e tij për në xhami. Allahu na bëj për këtyre personave vëllezër. Pra, çfarë përfiton nga ky hadith? Nga pjesa e punës e hadithit, përfiton të paktën 3 nga punët e mira që robi duhet të përpiqet të bëjë sa më tepër, në mënyrë që këto punë të mira ta mbrojnë atë, të jenë buroj për të në varr. Kush ishin këto? Ishte leximi i Kur'anit i para, së dyti ishte sadakaja, lëmosha që jep të varfërve, dhe së treti ishte i ecuri për në xhami, pra të shkuar në xhami për të falur namazin me xhamat, me vëllezërit e tu.
Një aspekt tjetër i dënimit në varr që Allah na ruaj për ti është edhe dënimi i jo besimtarit në varr nëpërmjet gjarprinve. Dënimi i jo besimtarit në varr nëpërmjet kujt? Nëpërmjet gjarprinve. Allahu na ruaj. Le të dëgjojmë vëllezër të dashur një hadith nga i dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam që vallahi është një hadith i frikshëm. Që vallahi është një hadith i frikshëm. E lutim Allahun që të meditojmë në të, dhe që na bëj dobi të gjithëve. Sahabiu nderuar Ebu Hurajra radhiyallahu anhu përcjell nga dërguar Allahu sallallahu alaihi wasallam sa i ka thënë: vërtet që besimtari në varrin e tij ndodhet në një kopsh të gjelbruar. Ati i zgjerohet varri 17 kut dhe i ndriçohet sikur se hëna 15 vjeçe. Pra i zgjerohet varri dhe i ndriçohet, pra ka dritë të sikur se hëna 15 vjeçe. A e dini se për kë ka zbritur ky ajet? Pra thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i pyet sahabët: a e dini se për kë ka zbritur ky ajet? Ajeti që lexuam pak më para: "Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma." Do thot, dhe kushdo që i kthen shpinën mesazhit tim, profeti Allahut, pa dyshim që për të do të ketë jetë të vështirë dhe do ta ringjallim atë të verbër ditën e gjykimit. Pastaj i dërguar Allah sallallahu alaihi wasallam tha: a e dini se cila është jeta e vështirë? A e dini se cila është jeta e vështirë? Sahabët radhiyallahu anhum, Allahu qoftë i kënaqur me ta, u përgjigjen: Allahu dhe dërguar e tij e din më së miri. Kjo ishte edukata sahabëve. Kjo ishte edukata këtyre burrave të ndershëm, që Allahu qoftë i kënaqur për tyre. Dhe me ata që ndjekin e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pra, i dërguar Allah sallallahu alaihi wasallam i pyeti shokët e tij: a e dini se cila është jeta e vështirë që Allahu subhanahu wa taala ka përmendur në këtë jetë? Ma'ishatun danka. Sahabët u përgjigjen: Allahu dhe dërguar e tij e din më së miri. Ai tha, pa i dërguar Allah sallallahu alaihi wasallam tha: kjo pra është dënimi i besimtarit në varrin e tij. Dënimi i besimtarit në varrin e tij. Pasha atë ndonjë të cilit ndodhet shpirti im, pra pasha Allahun subhanahu wa taala. Ati, pra jo besimtarit, i vihen, i hidhen në varr 99 dragoj. A e dini se ç'është dragoj? 90 gjarprin. 90 gjarprin, se cili për tyre me nga 7 koka, që e pickojnë dhe e qirin jo besimtarin dhe në ditën e kiametit. Pra, 99 dragoj. E i dragua ishte 90 gjarprin, se cili për tyre, pra se cili nga këto gjarprin, është me nga 7 koka që e piskojnë jo besimtarin, e plagosin atë, e qirin, e gërvishin dhe në ditën e kiametit. Allahu në ruaj nga ky dënim shumë i frikshëm vëllezër. Allahu në ruaj që mos të kthehemi nga besimi në mos besim. Allahu subhanahu wa taala na forcoj në besim deri në ditën që dorëzojmë shpirtin para tij. Cilat janë, vinë pyetja, cilat janë disa nga gjunahet apo disa nga mëkatet për cilat dënohen gjunaqtarët apo mëkatarët në varr. Pra, të dim dhe të mësojmë se cilat janë disa nga të gjunahe që ne të kemi të mund të bëjmë mund që t'i largojmë të gjunahe në mënyrë që mos dënohemi për këto nga Allahu subhanahu wa taala. Një këto gjunahe apo i pari është dënimi i atij personi që e merr Kur'anin, pra mëson Kur'anin, apo i jep atij Kur'ani, libri i Allahut te Allahu subhanahu wa taala, dhe e refuzon atë. Dhe atij personi që flet në kohën e namazeve të detyrueshme. Pra dënimi i atij personi që e merr Kur'anin dhe e refuzon, e kundërshton punuarit me të. Dhe atij që flet në kohën kur duhet të falen namazet e detyrueshme. Në hadithin e transmetuar nga sahabiu nderuar Samurate ibn Jundub radhiyallahu anhu, që është një hadith i gjatë, ndodhet në Riyadus Salihin, Imam Nevaviu që është i përkthyer në shqip. Në këtë hadith ku profeti sallallahu alaihi wasallam shkurtimisht flet
lidhur me një ëndër që ai ka parë, kur pas sabaut u thot gjithmonë që thot sahabiu nderuar Samura ibn Jundub, thotë që profeti sallallahu alajhi wasallam gjithmonë pyeste pas sabaut, pyeste për shokët e tij, se kush ka parë në një ëndër, në mënyrë që ta shpjegonte. Një ditë për ditësh pas namazit sabaut, ai thotë që kishte parë vetë një ëndër, pra profeti sallallahu alajhi wasallam kishte parë një ëndër dhe fillon t'ia shpjegoj sahabëve dhe shokëve të tij ëndrrën që kishte parë një ëndër me të vërtetë e çuditshme. E disa nga këto gjunahe janë të përmendura dhe në të hadith. Kështu në të hadith thuhet, lidhur me këtë aspekt, pra me dënimin e atij personi që e merr Kur'anin dhe refuzon pastaj nuk punon me të, dhe atij që flet në kohën e namazeve të detyrueshme, thuhet. Thot profeti sallallahu alajhi wasallam në hadith, kaluam pra një burri të shtrirë, ndërsa një tjetër ishte i ngritur në këmbë, pra pranë tij te koka e tij, me një shkëmbë, me një gur të madh në dorë, dhe goditi atë në kokë me këtë gur që kishte, duke ia dërmuar kokën, duke ia tëthuar atë. Guri u rrekullis poshtë dhe burri filloi ta ndiqte, pra ta kapte atë për ta marrë, dhe nuk u kthye për ta goditur përsëri personin derisa koka e njeriu të kthye siç ishte qenë më parë. Pra koka e njeriu cilën e goditi u kthye siç ishte në gjendën e parë, e shëndosh pa ndonjë gjë. Pastaj ai u kthye dhe bëri të njëjtin veprim që kreu herën e parë. Pra ky burri që godiste me gur, e goditi përsëri edhe një herë, siç bëri edhe herën e parë. Më pas në fund hadithit bëhet e qartë përmes fjalës që i thonë dy melekët, dy engjëj që e morën dërgurin e Allahut sallallahu alaihi wasallam atë natë kur pa ëndrrën, bëhet e qartë se cili ishte ky burr, apo cili ishte ky person. Duke thënë, ndërsa burri i parë pranë të cilit kalove, pra pranë të cilit kalove dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, që i coptohej koka me gur, është ai njeri që e merr Kur'anin, por refuzon atë dhe fle në kohën e faljes së namazeve të detyrueshme. Në një transmetim tjetër thuhet, do të vazhdojë të bëhet ky veprim deri në ditën e Kiametit. Subhanallahu, deri në ditën e gjykimit, këtij personi që ka bërë këtë gjë, do vazhdojë të bëhet ky veprim, pa goditet koka e tij me gur, derisa dërmohet, coptohet dhe përsëri ai të vazhdojë të punë, ai personi tjetër që i dënon atë, vazhdojë të jetë punë deri në ditën e gjykimit. Gjunahu i dytë është gënjeshtëra dhe dënimi pra për të, për gënjeshtërën. Gjithashtu në hadithin e përmendur për cilë prapë nga sahabiu nderuar, pasi e thamë se është hadith i gjatë, thuhet se u nisëm, pra dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam bashkë me dy shoqëruesit e tij, dy melekët, u nisëm dhe kaluam pa një burri të shtrihur me kurriz, dhe pranë tij qëndronte në këmbë një burr tjetër me një çengel, një ganxh hekuri. Ai u afrua njerëz anë të fytyrës së burrit, pra të burrit të shtrirë, dhe filloi ta shqyrte e coptonte që nga cepi gojës, që nga nofulla e deri në zverk, pra deri pas qafës. E shqiu, pra që nga nofulla e deri pas qafës, pastaj që nga vrima e hundës e përsëri deri pas qafës, syrin e tij janë zorë, ja shqiu syrin deri në zverk dhe pastaj kalonte në anën tjetër. Pra mbaroi njërën anë të fytyrës dhe kaloi në anën tjetër dhe duke vepruar një lloj si me anën e parë të fytyrës. Allahu na ruaj për dënimin. Pa mbaruar, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, pa mbaruar mirë veprën e tij me atë anë të fytyrës, pra me anën e dytë të fytyrës, anën tjetër të fytyrës, veç kur ana e parë kthehej në gjendën që ishte më parë, pra në gjendën të shëndosh, si ishte më parë. Pastaj ai person fillon të përsëri duke kryer të njëjtat veprime si më parë, pra duke shqyer përsëri qoftë nofullën deri pas qafës, qoftë vrimin e hundës, pra hundën qoftë edhe syrin. Allahu na ruaj nga dënime. Pastaj në fund të hadithit përmendet se kush ishte ky burr, pra ndërsa burri thot profeti sallallahu alaihi wasallam, duke i thonë me lajket në hadith, ndërsa burri pranë të cilit kalove që i shqyret nofulla deri në zverk, vrima e hundës deri pas qafe dhe syri deri në zverk, pra deri pas qafe, ai është njëri që del herët në mëngjes nga shtëpia dhe gënjen
Gënjeshtër pra gënjeshtër që përhapet anëmban, që marrin vesh gjithë njerëzit. Gënjeshtër e ti njihet për këtë gënjeshtër. Për shkak të saj, shikoni vëllezër çfarë dënimi ka gënjeshtra, dhe sa e keqja është ajo. Për shkak të saj, ai dënohet me këtë dënim të tmerrshëm. Si thuhet në një transmetim tjetër, do të vazhdojë të bëhet kjo gjë deri në ditën e Kiametit. Allahu na ruaj. Gjunahu tretë apo dënimi për këtë gjuna është dënimi i lavirëve dhe i lavireve. Domethënë, i personave të cilët bëjnë zina, marrëdhënie imorale të paligjshme, qofshin këto meshkuj apo femra. Po kështu argumente për këtë e marrin nga ky hadith i gjatë si ne përmendëm. Dhe thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dy shokët e mi më thanë, pra dy melekët, vazhdo etë më tej dhe arritëm më në fund tek diçka e ngjashme me të nurin, që është fura e përflakur. Transmetuesi i hadithit konsideron dhe përmend se profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kush të shihnim ka, edhe në atë të nur, në atë furë të përflakur, kishte brisma dhe zhurmë. Kishte brisma dhe zhurmë, kur vështruam në të nur, në atë furë të përflakur, atë kishte meshkuj dhe femra të zhveshura, kurse në qast nëntar flaka e zjarit i godiste, zjarin nga poshtë i provlonte, flaka e zjarit i godiste, e kur i kapte flaka, ata rënkonin, ata u lurisnin, përtisnin nga dhimbje që ndjenin. Pra ata rënkonin. Unë, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, sërish i thash shokëve të mi, ç'është me ta? Pra çka kanë bërë këto persona? Dhe kur i shpjegohet në fund të hadithit, çfarë i thonë me lajkët? Do thonë sa u përket këtyre personave, këtyre njerëzve dhe femrave të zhveshura që mundohen dhe vuajnë në furrën e përflakur me flakë të zjarrit, këto kush janë? Këto janë lavirët dhe laviret, pra prostitutat, femra edhe meshkujt të cilët bien në zina, pra kryen marrëdhënie imorale të paligjshme. Gjunahu i katërt nga gjunahet për cilat dënohen me katarat në varr është ngrënia e kamatës, ribaja. Ngrënia e kamatës, ribaja. Po kështu argumenti për të është edhe ky në hadithin e përmendur pak më sipër. Ku thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, transmetuesi thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ecëm më tej dhe arritëm deri tek një lum. Arritëm deri tek një lum. Transmetuesi i hadithit thot, më duket se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se ai lum ka qenë kuq si gjaku. Ka gjithë fjala e tij. Pastaj, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, e ku në lum, pas të shihnin, e ku në lum një njeri në tonte, kurse në breg të lumit një njeri tjetër qëndronte dhe ai kishte grumbulluar rreth vetes një grumbull të madh me gur. E kur notari, pra ai që po notonte në lum, e kur notari që notonte në lum notoi deri tek njeriu në breg të lumit, ai i cili kishte grumbulluar, kishte mbledhur një grumbull të madh të gurve, e hapi gojën e vet, ja hapi pa gojën këtij personi, dhe ja hodhi një gur në gojë. Ai u kthye përsëri dhe notoi dhe sërish pra u kthye tek ai. Sa herë që ai vinte pa ky person notari tek njeriu me gurën në breg, ai ja hidhte në gojën ai gur. Sërish profeti sallallahu alaihi wasallam pra i pyeti shokët e tij, si është çështja me këto dy? Si është puna e këtyre dyve? Dhe përgjigjen e merr në fund të hadithit, ku ata i thonë, e sa i përket njeriu notar në përlum, se ka i cili erdhe kurse cilët i hidhnin gurë në gojë, ai ishte fajdegji. Ai ishte fajdegji që në ka ngrënë kamat. Pra ai ishte person i cili hante kamatën, hante riban, e cila është ndaluar nga Allahu subhanahu wa taala. Person i cili nëse bën këtë punë, i ka shpallur me të vërtetë luftë Allahu subhanahu wa taala.
E kush është ai person i cili ka mundësi të luftojë Allahu subhanahu wa taala? Allahu na ruaj që të mos bien në të gjunah të shëmtuar. Një nga gjunahet tjera është edhe apo dënimi që bëhet për personin të vdekurin për vajtimin që kanë bërë njerëzit e tjerë për të. Pra vajtimi që i bëhet personit pas vdekjes. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: i vdeku i dënohet në varr për shkak të vajtimit që bëjnë për të. Pa i vdeku i dënohet në varr për shkak të vajtimit që bëjnë njerëzit e tjerë të gjallët pra pas vdekjes së tij. Duke vajtuar, duke luritur, duke qirë nështë fytyrën, apo gritur gjepat, që të bërë më rëpara tani, në kohë të sot me bëhet shumë. Allah në ujnë në këtë gjë, duke vajtuar pa për këtë të vdekur. Personi dënohet në varr për këtë. Hadithi është i saktë e ka transmetuar Buhariu edhe Muslimi. Që ka thonë dietarët, në rast se ky person gjatë jetës së tij e le porosi, pra ka lënë porosi, ka hapur që pas vdekjes të mos vajtohet për të, dhe ata nuk i bindën, por se vajton, atëherë nuk dënohet me këtë gjë dhe Allahu e di më së miri. Pra, nëse personi e le porosi që të mos vajtoni për mua, unë ju ndaloj që të vajtoni për mua, atëherë personi, inshallah taala, nuk të dënohet për këtë gjina, këtë veprim të gabuar që bëjnë ata. Së gjashti, dënimi i të vdekurit për disa fjalë të familjes së tij për të. Janë disa fjalë veçanta që familja apo tafumit e personit mund t'i thonë duke e lavdruar, duke e ngritur personin që ka vdekur më tepër se sa meriton. Më tepër se sa e ka vlerë, se Allahu subhanahu wa taala e di se sa e ka vlerën ky person. Për këtë e dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk ka person që vdes dhe vajtuesi i tyre thotë: o me det për personin tonë, pra për më të lartin tonë, duke krahasuar një epitet të lartë, o me det për zotrin tonë, pra o zotriu ynë, cili diq, duke ngritur pra një gradë të lartë, apo epitetet tjera si këto, veç se dy engjëj caktohen për të vdekurin dhe e shtyjnë dhe e godasin atë fort, duke i thënë: a kështu je ti? A kështu je ti pra? A i meriton ti ti? Këto fjalë që po thonë për ty? Gjunahu tjetër është shpifja dhe përgojimi njerëzve. Shpifja dhe marrja në përgojë njerëzve. Cili është dënimi i këtij personi i cili erdhi duke u bërë përgojim edhe duke shpifur në njerëzve? Ibn Abbas radhiyallahu anhu thotë: kaloi i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka një muri nga muret e Medinës apo të Mekës, në transmetim, në një transmetim, edhe dëgjoi zërat e dy njerëzve që po dënoheshin në varret e tyre. Dhe tha profeti sallallahu alaihi wasallam: ato të dy, pra të dy persona që profeti sallallahu alaihi wasallam po i dëgjonte zërat e tyre kur dënoheshin, ato të dy po dënohen e nuk po dënohen për një gjë të madhe. Pra nuk është në një gjuna ose një gjë që pa me to nuk është e madhe, një gjë e vogël, pa me parë. Pastaj i tha: po si? Pra nuk është e vogël. Po si? Njëri nga ata, pra cili ishin dy gjunahe që këto persona bënin. Njëri nga ata nuk i ruhej urinës së tij, nuk ruhej pra për urinës, nuk pastrohej, nuk pastrohej për saj. Por nuk kushtonte vëmendje urinës në mënyrë që më nuk kushtonte vëmendje pastërtisë së tij. Njëri nga ata nuk ruaj nga urina e tij, ndërsa tjetri, pra këtu është argumenti, ndërsa tjetri este nëpër njerëz duke shpifur e përfolur ata. Este nëpër njerëz duke shpifur e përfolur, duke marrë njerëzit në përgojë. Allah na ruaj. Gjunahu tjetër është edhe ky pra që përmendëm në hadithin më pashëm, atij personi i cili nuk pastrohet e nuk ruhet nga urina e tij, bazuar në hadithin e përmendur. Një çështje tjetër që do t'i kushtojmë në ti vëllezër është edhe apo janë ato gjëra për të cilave ka dobi i vdekuri pas vdekjes së tij. E këto inshallah do i themi siç e kemi bërë zakonisht në pjesën tjetër që kaloi,
nëpërmjet pikash bashkë me argumentin e saj, në mënyrë që këto gjëra të mësohen edhe të praktikohen nga të gjithë ne. Allahu na bëfë për besimtarëve të devotshëm. Së pari, pra gjërat për cilave ka dobi i vdekuri pas vdekjes së tij. Së pari, namazi xhenazes për të. Pra i vdekuri ka dobi nga namazi i xhenazës që ja falin besimtarët si person. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk ka të vdekur të cilët ja falin namazin e xhenazes në grup muslimanësh që arrin në 100 vetë e që të gjithë bëjnë ndërmjetësim për të, vetëm se Allahu subhanahu wa taala doja pranoj ndërmjetësimin për të. Pra doja mundsoj që të bëjnë ndërmjetësim tek Allahu subhanahu wa taala. Ibn Abbas radhiyallahu anhu thot, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nuk ka ndonjë burr musliman që vdes dhe ja falin në xhenazen 40 burra që nuk i shoqërojnë Allahu shok në asgjë, pa nuk bëjnë shirk Allahu subhanahu wa taala, vetë sa Allahu subhanahu wa taala do ja pranojë ndërmjetësimin për këtë, do ja pranojë ndërmjetësimin për këtë person që po i falin xhenazen. Gjëra tjetër për cilës ka dobi i vdekuri pas vdekjes së tij është të kënaqur të vdekurit me vëllezërin e tij për hir të Allahut pas varrosjes, pra shko sa mund të therët një dele apo deve e të ndahet mishi i saj. Lidhur me këtë, e kemi përmendur në mësimin e kaluar hadithin e sahabiut nderuar Amr ibn al-As radhiyallahu anhu që ka thënë: kur të më varrosni, hidhni hidhni për sipër rreth shpërndar, pastaj qëndroni rreth varrit tim pra shko sa mund të therët një dele ose deve e të ndahet mishi i saj, në mënyrë që të kënaqem me ju dhe të shoh se me çfarë do t'i përgjigjem të dërguarve të Zotit tim. Një ato gjëra si ati bëjnë dobi të vdekurit pas vdekjes është edhe lutja për të vdekurin me njëherë pas varrosjes së tij. Me njëherë pas varrosjes së tij që Allahu subhanahu wa taala ta forcojë e ta falë atë. Pra lutja që bëjnë besimtarët për këtë person që Allahu ta forcojë në fitën e varrit, në provën e varrit, edhe ta falë atë. Nga Uthmani, sahabiu nderuar radhiyallahu anhu, transmetohet se ai ka thënë: profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur përfundonte varrosjen në një të vdekuri, qëndronte tek varri i tij dhe i thoshte: kërkoni falje për vëllain tuaj dhe lutuni që Allahu ta forcojë, sepse ai pyetet tani. Pra kërkoni falje për vëllain që u varros tani dhe lutuni Allahu subhanahu wa taala që ta forcojë atë, sepse ai në këtë moment apo pyetet. E katërta, për gjërave për cilave ka dobi i vdekurit pas vdekjes së tij është në lëmosha, sadakaja rrjedhshme, dija apo dituria e dobishme dhe fëmia i mirë e i devotshëm që lutet për këtë person. Pra lëmosha, sadakaja rrjedhshme që robi ka dhënë tjetërës vet, dituria e dobishme që ai duke mësuar dhe praktikuar atë dhe duke ia dhënë stil të tjerëve atë që kanë përfituar njerëz për tij, po kështu dhe fëmia i mirë që ai ka lënë pas, fëmia i mirë e i devotshëm i bindur ndaj tij dhe ndaj Allahut subhanahu wa taala. Për këtë kemi argument hadithin e transmetuar nga Abu Huraira radhiyallahu anhu, i cili thotë: i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kur vdes njeriu, vazhdo njeriu, kur vdes njeriu, puna e tij i ndërpritet. Puna e tij i ndërpritet pasi vdiq. Përveç nga 3 gjëra. Pra përveç këtyre 3 gjërave, nga asgjë tjetër nuk i vjen në shpërblim apo dënim. Bëhet fjalë për shpërblim. Përveç ka 3 gjëra. Kush janë ka 3 gjëra? Sadakaja e rrjedhshme, lëmosha pra e rrjedhshme, apo një dituri e dobishme, apo një fëmijë i devotshëm që lutet për të. Tek sadakaja e rrjedhshme apo lëmosha e rrjedhshme mund të futet për shembull ndërtimi i xhamisë. Personi i cili ka ndërtuar xhamin apo nuk është të thënë që të ndërtojë të gjithë xhamin vetë, por se thjesht kanë ndihmuar për ndërtimin e xhamisë deri në ditën e gjykimit, shpërblimet të vinë personet në varr dhe ke të hapur regjistrin e veprave të tuaja të mira. Nëse ti e ke bërë me sinqeritet për hir të Allahut subhanahu wa taala. Shpërblimi e atyre personave që falen atë. Qoftë derja librave për
nxënësin e dijes apo dietarin, apo blerja e një Kurani dhe lënia e tij si vakëf në xhami për ta lexuar njerëzit. Çdo person i cili lexon atë Kur'an dhe përfiton nga ajo, shpërblimet e tij të vinë edhe ty në varr pa u paksuar kjo gjë nga ai person i cili bën këtë punë. Një gjë tjetër për cilët përfiton personi në varr pa i vdekurit është edhe lëmosha sadakaja që ka dhënë i biri i tij apo i saj për të. Edhe për këtë gjë ka hadith të saktë nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ku nga Aisha radhiyallahu anha për transmetohet një burr i tha profetit sallallahu alaihi wasallam: "Nëna ime më vdiq, e di se nëse do të fitë do të jepte lëmosh, pra do të jepte sadaka. A t'ja pun sadaka për të?" Pra a t'ja pun sadaka për shpirtin e për të? Ai tha: "Po." Dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam: "Jep lëmosh, jep sadaka për të." Një vepër tjetër për cilët ka dobi i vdekuri në varr pas vdekjes së tij është dhe lutja dhe kërkimi i faljes nga muslimanët dhe besimtarët. Pasi vjen musliman dhe besimtari në dy gradë ndryshme. Besimtari është një gradë më e lartë se sa muslimani. Për këtë bazohemi në fjalën e Allahut të lartësuar, si thotë Kur'ani: "والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان." Pra thotë Allahu subhanahu wa taala, dhe ata që erdhën pas tyre thanë: "Zoti ynë, na fal ne dhe vëllezërit tanë që qenë para nesh në besim." Pra lutja dhe kërkimi i faljes që bën muslimanët dhe besimtarët për besimtarin e vdekur i bëjnë dobi si të vdekurit pas vdekjes së tij. Dhe një pikë tjetër apo një vepër tjetër për cilës personi ka dobi pas vdekjes është qëndrimi i tij në gatishmëri në rrugën e Allahut të lartësuar në dynja. Pra kur është në luftë për hir të Allahut subhanahu wa taala përballë armikut. Qëndrimi në gatishmëri në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, ar-ribat. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo të vdekuri i përfundon, i vihet kafar pra punës tij, mbyllet puna e tij. Çdo të vdekuri i mbyllet puna e tij, përveç atij kujt? Përveç atij që qëndron në gatishmëri në rrugën e Allahut. Vërtet puna e tij shtohet e rritet deri në ditën e Kiametit." Që mirësia subhanallah i jep Allahu subhanahu wa taala këtij personi. Pra vërtet puna e tij shtohet e rritet deri në ditën e Kiametit dhe ai sigurohet, është i qetra nga sprova e varrit. Sigurohet nga sprova e varrit. Në tema e punës për sonde inshallah taala është apo ka të bëjë me ato gjëra të cilat të shpëtojnë nga dënimi i varrit. Pra deri tani pak përpara përmendëm gjërat me të cilat i vdekuri ka dobi i bën dobi pas vdekjes së tij. Tani flasim për ato gjëra që e shpëtojnë personin nga dënimi i varrit. Gjëja e parë apo vepra e parë është rënja dëshmor, rënja shahid në fushën e betejës. Miqdad ibn Ma'di Karib për cilët se ka thënë: "I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: dëshmori pra shahidi tek Allahu subhanahu wa taala ka 6 veçori, ka 6 mirësi. Allahu subhanahu wa taala e ka ndëruar të me 6 gjëra të veçanta, që nuk e ka pasur tjetër për vështi. Të gjitha këto gjëra. Ka 6 veçori e mirësi. Kush janë këto? I falen gjunahet që në pikën e parë të gjakut të derdh. I falen gjunahet apo i falen atij që në pikën e parë të gjakut që derdh në luftë kundër armiqve të Allahut subhanahu wa taala. Së dyti, sheh vendin e tij në xhenet. Së treti, shpëton nga dënimi i zjarrit. Së katëri, është i siguruar i qetë për të merit më të madh, el-fezaw al-akbar. Së pesti, zbukurohet me zbukurimin apo së katërt, zbukurohet me zbukurimin e imanit, besimit.
martohet me hyrit e xhenetit dhe së fundi i jepet leje të ndërmjetësoj, pra Allah subhanahu wa taala i jep leje atij, e lejon të ndërmjetësoj për 70 njerëz nga të afërmit e tij. Hadithi është sakt, e ka saktuar Sheikh Albani rahimahullah. Po kështu, një vepër tjetër që të shpëton nga dënimi i varrit është, si që tekstuar në sipër, është qëndrimi në gatishmëri në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Sahabiu nderuar Selman radiallahu anhu thot, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, qëndrimi në gatishmëri në rrugt të Allahut për një ditë natë, për një ditë dhe një natë, është më mirë se agjërimi një muaj dhe falja namaz natën në të. Dhe nëse vdes shahidi, ky person në rrugt të Allahut, i shkon atij puna që e punonte dhe vazhdon të furnizohet, i shkon ushqimi dhe sigurohet nga 2 meleket e varrit. Allahu na ruaj dhe na sigurohet, na qetëson nga kjo sprova e varrit. Pra sigurohet nga të dy ka frikë dhe nuk tremen këto 2 meleket e varrit. Një vepër tjetër e mirë është, cila patruon nga dënimi i varrit, është edhe vdekja nga sëmundjet e barkut. Që kanë pas bënd lidhen me barkun, gjithçka. Për këtë transmetohet një hadith nga Abdullah ibn Yasar, ka thënë, kam qenë i ulur unë së bashku me Suleiman ibn Suradin dhe Khalid ibn Urfutate, dhe ato më përmendën për një burr i cili kishte vdekur. Pra, ky sahabi tregon se këto 2 persona, pra sahabë nderuar, i përmendën një burr që kishte vdekur, i cili pra shkaku i vdekjes kishte qenë prej barkut, prej sëmundjes së barkut. Kur këta 2 persona, vazhdon hadithi, këto 2 persona kishin dëshirë që të ishin prezent në faljen e xhenazes si personi. Pse? Njëri nga ato i tha tjetrit, a nuk ka thënë dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, men yaqtuluhu batnuhu falan yu'adhab fi qabri, ai të cilin e vet barku pas sëmundja, vdes nga sëmundja prej barkut, nuk të dënohet në varrin e tij. Pastaj tha tjetri, bala wa fi riwayatin sadaq, po si, tha personi tjetër, pra e vërtetoi fjalën e tij, nëse një transmetim tjetër thuhet të vërtetën që thënë. Një vepër tjetër e mirë që të shpëton nga dënimi i varrit është edhe leximi i surës Mulk, Tabarak. Leximi i surës Mulk, për cilin fillon juzi Tabarak. Për këtë transmetohet hadith nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, cili ka thënë, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, suratu Tabarak hiya al-mani'a min 'adhab al-qabr. Sura al-Mulk, pra Tabarak, që fillon me këtë fjalë, është ajo që të pengon nga dënimi i varrit. Dhe e fundi që të përmendë në personë, inshallah taala, vepra tjetër e mirë, pra që të pengon, që të shpëton nga dënimi i varrit, është vdekja ditën e xumë apo natën e saj, që është nga shenjat e mira të personit që vdes nëse ka qenë besimtar. Pra vdekja ditën e xumë apo natën e saj. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ma min muslimin yamutu yawm al-jum'a aw lejlet al-jum'a illa waqahu Allahu ta'ala fitnat al-qabr. Nuk ka musliman i cili vdes ditën e xumë apo natën e saj, vetë se Allahu subhanahu wa ta'ala e mbron atë nga fitnja, nga sprova e varrit. Vetë se Allahu subhanahu wa ta'ala çfarë? E mbron atë nga sprova e varrit. Pra këto ishin disa nga veprat e mira të cilat e shpëtojnë personin që i punon ato nga dënimi i varrit. E lutim Allahun subhanahu wa ta'ala me emrat e më të bukur e të cilët i të larta, që të na ketë bërë dobi me këtë mësim sonte. Dhe lutim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na forcojë ne për të përballuar sprovën e varrit, për të përballuar gjithçka tjetër
pas vdekjes, pas marrjes së shpirtit tonë dhe paraqitjes tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu ja shpërblet vëllezër për dëgjimin dhe durimin që bëhet. Allahu na forcoft të gjithëve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.